Pasi kemi bërë çdo detyrë, pasi kemi faktuar çdo gjë, të betuar që do vazhdojmë luftën tonë gjërë përmbysjen e regjimit. Kjo është, ne filluam këtë me foltorën para kryeministrisë. Jo të pak të ishin ata që e përqeshën atë, gabur. Ajo kishte një mesazh, se ai shesh do t'jetë shesh i lirisë. Shumë suksese, zotit, bravo. Vazhdojmë në parlament, pasi opozitës ju muar çdo hapësirë kushtetuese. Zbresim në shesh, pasi Edi Rama përdori gjykatën kushtetuese, organin më të lartë, për të firmosur licencën e vjedhjeve të tij dhe qeveritarëve të tij pa u shqetësuar. Dolëm në shesh pasi Edi Rama bllokoi tentativën e fundit të prokurorëve për heqjen e imunitetit. Pra, këtë protest do ta mirni si një proces i cili ndalet dhe njëherë. Proces që do jetë një ansambël i tërë dhe ndalet vetëm me rrëzimin e Edi Ramës ose shurjen e opozitës. Dhe me qëndrimin sa i përket çështjes së imunitetit të Belinda Ballukut. Kryeministri Rama ka paralajmëruar dje se ai dhe Partia Socialiste nuk do ta japin autorizimin para datës 22 janar pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Si do veprojë opozita? Ju do ta pranoni këtë fakt apo do të bëni përpjekje dhe ndonjë aksion në mënyrë që Këshilli i Mandateve të mblidhet më herët për të përcaktuar këtë çështje? E drejtë pyetja. Ne do bëjmë çdo përpjekje të parashikuar në ligjit e vendit. Por, do i bëjmë ato në bindjen më të thellë, se Edi Rama, pa dorëzuar veten e vet, nuk dorëzon Lubi Ballukun. Sepse, në qoftë se, siç keni ndëgjuar ju, nga dosja e plot edhe këto dytat, dëmi dhe vjedhjet shkojnë në 1.2 miliard vetëm në këto dosje që janë shqyrtuar, aty hajduti i parë, përgjegjësi i parë është Edi Rama. Por krahas tyre, ju keni ndëgjuar se ka dalë dosja e Kunatit, e Baxhanakut, e kopshtit privat të Edi Ramës apo Akshit. Lulet e atij kopshti i u ishte Linda. Po jo Linda e Akshit, Linda e Surrelit. Kopshtari atij kopshti ishte Frangu, Kunati i saj Baxhanaku i Edi Ramës. Se në atë kopsht shtetëror ishin marrë 3 pengje dhe ndofta gjëra tjera më të mëdha që mund të dalin. Pra, Edi Rama e ka shumë të qartë, se ai mbi të rëndojnë krime të përmasave që dalin jashtë parashikimeve. Ju shifni. Jeni 3, por 30 vite më parë, 25 vite më parë, kur binin njëri pas tjetrit diktatorët afrikanë, Idi Amin, Bokassa, Obote, Mobutu e tjerë, ata janë mbathnin dhe u dilin kontët bankare në banka miliarda euro. U dilin arkat me diamante, gjevahire e të tjerë. Në këto përmasa kanë arritur, siç e shihni ju, vjedhjet e Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në qoftë se Lubisi janë gjetur 300 apartamente dhe thuhet mund të ketë edhe 50% më shumë se kaq. Janë gjetur
14 supermarkete në rreth të saj, e tjerë, ju garantoj se ato të Edi Rams janë të paktën 8-10 herë më të mëdha se sa atë Lubis. Pra, kemi të bëjmë me këtë situatë, ndaj dhe opozita zbret në shesh me misionin e qartë, me të qartë se kur të shporim këtë narkodiktaturë. Kjo është. Zoti Berisha, për të ndaluar edhe një herë tek protesta e ditës së sotme, cili do t'jetë basti i Sali Berishës, numra që do të zbresin në shesh, apo simbolika me cilën do të luaj Partia Demokratike sot? Idealet, forca e tyre nuk matet kur me numra. Një gjë ka provuar historia, që nuk ka asgjë më të pathyeshme se ato. Dhe mos harro një gjë, se mësimi i historisë Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk them se është unik, por them se ka vlerë botërore. Pakica që kanë fituar kundër stërshumicave, si në Shqipëri, si në historinë e Shqipërisë, nuk gjenë kund tjetër. Ndaj dhe ne dalim aty me guximin e shqiptarit, me idealet më fisnike të njeriut, për të larguar këtë njeri që mori në gjykatë kushtetuese licencën për të vjedhur sa të dojë. Jo. Mund të japë gjykata, po populli do të japë, populli do të japë grisat të letra ati. Paralel në bulevardin Dëshmorët e Kombit, teksa po bëhen përgatitjet për protestën e Partisë Demokratike, vijon që të mbahet protesta e Adriatik Lapajt. Do të keni një ftesë sërish ditën e sotme, apo pas refuzimit që zoti Lapaj ka bërë protestës suaj, tashmë rrugët, po themi, për protestat janë të ndara? Lapaj ka patur dhe do ketë mbështetjen time për sa kohë gjendet në protest. Dhe jo vetëm Lapaj, po cili do qytetar shqiptar që proteston kundër kësaj qeverie, ka dhe do ketë mbështetjen time. Ftesa ime për Lapajn, për të gjithë partitë opozitare, është të bashkohemi kundër kësaj të keqje të madhe. Përndryshe, kuptohet, kryetari një partie ka projektin e tij, dhe unë këtë s'mund të them, por ftesa është e hapur.